Qytetarët e dashur, selam aleikum. Mirë se takojmë edhe sonte në këtë natë prej netëve të bekuara të Ramazanit. Me një të ftuar të ri, me një temë të re. Cilat lutë Allahun subhanahu wa taala që të na jep bereqet në trajtimin e tyre, në fund të dalim fitimtar ne dhe ju. I dëshirojmë se ardhja e hoxhës së nderuar dhe aktivistit të njohur nga Tetova, hoxhës Nuhe Ganiu. Hoxhë, mirë se vjen. Mirë se u kemi qetë. Kënaqësi të kemi mysafir sonte. Falenderit për ftesën dhe shfrytëzoj nga rasti që gjithë besimtarëve musliman, në veçanti shqiptarëve të trojve shqiptare, ju uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke shpresuar që ky muaj të jetë i begat, ashtu siç e ka garantuar Allahu dhe siç e ka përshkruar pejgamberi alayhis salam. Allahumma amin. Hoxhë nderuam, nëse shohim jetën tonë dhe jetën e njerëzve modern, në kohën e zhvillimit të madh dhe në kohën e përparimeve të shumta. Megjithatë shohim se këto zhvillime dhe këto përparime kanë pas një kosto të madhe. Dhe kjo kosto shpeshherë po ka ndikim dhe pasoja të mëdha. Pra, jo çdo herë zhvillimi që është ofruar e ka ofruar edhe ata që njeriu i duhet realisht për ta zbukuruar dhe për të dhënë kuptim jetës së tij. Pra, çka i mungon sot njeriu të modern që të jetë ai i cili duhet të jetë realisht? Është shumë, do të thoja, reale që kur vlerësojmë se kohën në cilën jetojmë, ne jetojmë në kohën e shkencës, nanoshkencës, teknologjisë së lartë, dhe nga ana tjetër shohim se shoqëria njerëzore vuan dhe pikrisht do thoya se mirëqenia që është siguruar nga informatat të cilat i posedojmë, jeta e cila është bërë shumë më e lehtë, më e lirë, lëvizjet të cilat i kemi, saqë marrëm një informat për një kohë shumë të shkurtë çfarë ndodhen në anën tjetër të botës. Gjitha këto realisht nga ana tjetër kur shohim vojtjet të cilat është duke i përjetuar njerëzimi nga aspekti mungesës së drejtësisë, të sigurisë, gjitha këto kise na flasen neve se sado që shkenca ka arritur të shkojë para, e që ja ka lehtësuar jetën njeriu, nga ana tjetër pikërisht njeriu akoma më shumë vuan. Dhe thjesht tregohet se nuk është e mjaftueshme që njeriu vetëm të përparojë shkencërisht, pra të ketë zhvillim në gjitha sferat të jetës, nëse nga ana tjetër ai harron një çështje e cila është e bazë që ja siguron atë komoditetin për të shijuar mirësitë të cilat i siguron shkenca dhe avancimi shkencor, është pikërisht largimi nga Zoti. Dhe nëse e marrëm të kaluarën e llojit njerëzor, pra të popujve në të kaluarën dhe civilizimeve, pikërisht dhe ata patën një ngritje, saqë sot shkencëtarët mahniten me ndërtimin e piramidave. Pra jo vetëm njeriu i sotëm është i Zoti. Pra kështë edhe gjatë historisë njerëz që kishin arritur. Gjithmonë njerëzimi ka ecë para, por njerëzimi kur kalon mbas vlerat shpirtërore, nga se njeriu pos që është materje, ai është edhe shpirt, dhe shpirtin e mban njeriu përmes fesë së tij. Sa herë që njeriu është larguar nga Zoti, aq më tepër i është afruar problemeve dhe krizave dhe do të thoja edhe ndoshta edhe padrejtësive të cilat i bën njeriu njeriut. Dhe sot fatkeqësisht
nuk duhet të reflektoj kjo që ndodh kur njeriu është tepër i informuar, ka informata të sakta për disa gjëra, dhe nga ana tjetër që njeriu të mos jetë njeri me njerëzit tjerë. Dhe pikërisht është punuar në 100 veçarin e fundit, të në formë sistematike, agjentura dhe toja njerëz të cilët nuk ja duan të mirën llojit njerëzor në tokë që ta armiqsojnë shkencën me fe, me besimin. Dhe aja kanë arritur nga se kanë arritur pra ti bëjnë armiqt të njëri tjetrin, ndërsa nga ana tjetër nuk është e vërtet kjo, nga se burimet shkencore bazë kanë pra informatat fetare të cilat Zoti i ka dërguar përmes shpalljeve dhe pejgamberëve të tij. Hoxh, kjo përpjekje e njeriut që ta ndan besimin nga shkenca, ne po shohim praktikisht se po jep efekte negative dhe pasojat shpeshherë po i vuajmë të gjithë edhe si shoqëri e jona, por edhe si shoqëri globale. Pra besimi islam na mëson që shkenca duhet avancohet, duhet të jetë prezent, i ofron njeriu shumë zgjidhje, i ofron njeriu shumë lehtësime, megjithatë nuk ja jep ato që është reale e që është besimi. Pra ai bie që besimi është, nëse mund ta llogaritim me numër, është numër 1 më i rëndësishmi që në bazë të tij pastaj njeriu të i menaxhoj edhe krizat të cilat vijnë si rezultat i zhvillimeve të ndryshme të cilat kanë pasoja. Po realisht, nëse i marrëm shkencëtarët të cilët kanë besim në vete, ata janë profitabil dhe janë produktiv në shoqëri. Nga ana tjetër, shkencëtarët të cilët më mungon besimi dhe përgjegjësia, se besimi është përgjegjësi, cila njeriu kur beson me automatizëm lind edhe përgjegjësia. Para kuj? Para krijuesit se një ditë duhet të jep llogari. Dhe ai një shkencëtar i cili nuk ka besim në Zot, ai besoni se ai do të thoya çdo gjë që ka, që posedon dhe zotësitë të cilat i ka, ata nuk janë në interes të shoqërisë. Po do të dëmi është shumë herë më i madh. Ne shohim fjala përpjekjet e shkencëtarëve të cilët dëshirojnë të zbulojnë, do thotë një zbulim shkencor për sa i përket medicinës ose asaj, një shkencë tjetër, nëse ka ai që ta kënaq Zotin dhe përmes saj të zbulimit të shërbej njeriu, kjo është ajo suksesi i një shkencëtari. Ndërsa nga ana tjetër kemi ata të cilët shesën veten apo hyjnë në projekte të errta të cilat nuk i bijnë dobi njerëzimit, po e kundërta i sjellin dëme, sikur që janë prodhimet e armëve me zhdukje masive, gjitha këto, të cilat sot ne pasojat e armëve me do të thoya me shkatruese jemi duke i pa se çfarë janë duke ndodhur dhe çfarë janë duke bë. Pra, feja është do të thoya platforma mbi të cilën, pra besimi është platforma mbi të cilën duhet të ndërtohet karakteri i një shkencëtari. I cili do të jetë shumë i dobishëm pastaj. Do të jetë i hajrit, Hoxh, ne përmendëm realisht edhe një sinjal shumë të bukur se njerëzimi edhe në të kaluarën ka pas zhvillim. Por edhe në të kaluarën sigurisht se është ballafaqur me sfida, me kriza. Gjatë komplet rrugtimit të njeriut si njeri dhe shfaqjes së këtyre sfidave dhe problemeve edhe të papriturave, a mungoj kujdesi Allahut subhanahu wa taala për njeriun, apo Allahu xhaleshanu u kujdes për njeriun që të mos e let bie viktim e këtyre krizave, por të qëndroj i kompletuar me çështjet humane, njerëzore të besimit. Pra cili ishte kujdesi Allahu xhaleshanu për njeriun gjatë komplet rrugtimit të tij? Përmes fesë Zoti
ka edukuar lloj njerëzor që ata, pra, komplet nëse e marrëm njëre, fjala vjen ne si qenje njerëzore, Zoti i ka ndërtuar në qenjen tonë, në fizikun tonë, është ai mekanizmi i sistemit imunitar, i cili me dije apo pa dije, me dashje apo pa dashje tonë, ai fillon të aktivizohet momente të duhura për ta mbrojtur trupin e njeriu nga sulmet, nga viruset të cilat janë të dëmshme. Po nga ana tjetër, Zoti dërgoi fen që nëpërmjet sistemit fetar të mbroj pra moralin, të mbroj qenjen e njeriu në aspektin shpirtëror. Andaj, pra, Zoti, ashtu siç ndërtoi sistemin imunitar në trupin e njeriut, dërgoi edhe sistemin hyjnor i cili punon në interes të njeriut dhe do ta shohim se njëre dashurinë që ja paraqet njeriut, se njeriut do të ketë dashuri për të edukuar. Vetë ajo, do toja, ajo gara që ndodhi mes melekëve dhe Ademit a.s. ku Ademi a.s. mbisundoi në atë garë të madhe, shkaku se ai ishte më i njoftuar se sa vetë melekët, tregon se peshën që ka edukimi dhe që ja ka dhënë Allahu përmes fesë, përmes besimit njeriut, kjo është mbrojtja më e madhe që Zoti ja ka dhuruar njeriut që përmes edukimit, përmes do të thoja shkencës, përmes arsimimit, përmes ndërtimit të një sistemi të mirëfillt edukativ që njeriu të arrijë pra të mbrojë veten e tij. Dhe nga agjendat bazë që ka feja, nëse bëjmë ato analizat, cilat janë objektivat kryesore të fesë, do shohim se feja agjendën bazë që ka është mbrojtjen e mendjes, fuqirit të njeriut. A ishin bartës të këtë këtij sistemi të dërguarit? Të gjithë profetët e Zotit ishin edukator, mësues ishin. Dhe vetë Muhamedi a.s. kur thotë se bu'ithtu muallimen, kum ardhë si edukator, si mësues, kjo tregon se gjithë pejgamberët, mesazhi i pejgamberëve, pra dhe roli i tyre kyç ishte që ata të edukojnë, të arsimojnë, ta përgatitin njeriu, se njeriu vetëm përmes edukimit të mirëfillt, të arsimimit do të arrijë të sfidojë dhe të fitojë të gjitha sfidat e jetës. Po e përmendën një gjë shumë të rëndësishme. Ajo është se Ademi a.s. arriti domethënë të dalë triumfues dhe çelësi i këtij triumfi ishte dituria. Dituria për Zotin, dituria për atë cilën Zoti e kishte mësuar kështu me radhë. Ai bie që dituria është çelës për ta njohur Zotin në atë parë, e pastaj si rezultat i kësaj edhe për të ballafaqur me të gjitha këto kriza, edhe këto përmbysje të kuptimeve të cilat shpeshherë i shohim. Meqenëse jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ne dim se ajo që e veçon dhe e bën madhështor këtë muaj është pikërisht është fillimi i shpalljes së Kuranit. Dhe vetë momenti i parë kur Zoti do të komunikoj me Muhamedit a.s. do të komunikoj në formën më të bukur që njeriu pra është në gjendje, ka kapacitetet, mundësitë, është se ai duhet të jetë i edukuar. Andaj edhe Zoti i kërkoi Muhamedit a.s. lexot. Erdhi shpallja, pra fillimi i shpalljes së Kuranit, 6.000 sa jetët të cilat janë, Zoti do ta zgjedh fjalën e parë pas një kohë të gjatë që ishte harruar dia mesin e njerëzve, kur të rrallë ishin njerëzit që dishin në atë kohë shkrim leximin. Zoti do t'i drejtohet Muhamedit a.s. Ikra, lexo Muhamed, duke ja bërë me dije se kapacitetet tua, mundësitë tua janë, ti je krijuar për të ditur, ti je krijuar që të edukosh, ti gjyshi jot, pra baba jot, Ademi a.s. fitoi me melekët në garë, në atë të thoja në atë në një quiz të dijes, fitoi melekët dhe melekët u detyruan t'i thonë, ne nuk dim gjë jashtë atë që na ke mësuar u Allah. La ilme lena illa ma allamtana, thotë se pikërisht pra
drejtimi i Allahut me fjalën lexo Muhamedit a.s. tregon se njeriu të ardhmen e tij duhet ta shohë në dije, në edukim dhe do të marrëm komplet pasardhjes së Islamit. Pra për një kohë të shkurt Islami i dha një impakt të fuqishëm, saqë për një kohë të shkurt kur përshkruan njerëzit të cilët merren me historinë islame dhe merren me krijimin e shkencave të reja, qoftë ato shkencat natyrore, eksakte, humane, kom rastisht të lexoj ndoshta kjo edhe ju keni në dieni se një historiane e famshme amerikane e cila merret me pjesën e qetjes së terrenit gjatë kohës së mesjetës në Europë, kur Europa në atë kohë ka qenë gjahile, ka qenë ignorante. Bjen një krahasim shumë interesant, kjo profesoresha Scott, për ndryshe historiane është, thotë se kur pikrisht në kohën e mesjetës arsimimi apo shkrimi leximi ishte mundësi vetëm e disa njerëzve fetar apo të mbretërve të asaj kohë. Elita. Dhe bie thot në bibliotekën mbretërore të Francës për kohën atëherë ka pat dikundi 900 vëllime librash, ndërsa shekulli i 7, 8, 9 në Mustenselia, që është në biblioteka pra në Bagdad, apo si që njëtë ndryshe Bejtul Hikme, shtëpia e urtësisë, për atë kohë ka pa 300.000 vëllime librash. Një dallim shumë madh. Dikundi ishtë në vitin 915, 976, në bibliotekën e Kordovës, ka pa 600.000 vëllime librash, dhe kjo të tregon se feja kur rreth në mesin e arabëve dhe në mesin e atyre të cilët përqafuan islamin mande, se nuk qëndruan vetëm arapat në islam, po islami u shpërnda në 4 anët e botës, njëherë dha atë impaktin për që t'ja bëje me dije, njeriu nuk guxon, besimtari nuk guxon të jetë i dat, jetë të dame të bëj besimtar dhe të jetë gjahil, ignorant. Besimtari do të jetë edhe i arsimuar, do të jetë i edukuar dhe pra pikërisht në këtë fazë filluan të krijuan shkenca të reja dhe George Santer, më gabofsh, është një historian me përjarje nga Belgjika, por që ka jetuar në Amerikë, ai kur flet për punën e etapave të ndarjes së shekujve në të kaluarën, komplet ai shekujt i ka emërtuar sipas shkencëtarëve musliman të cilët kanë lënë gjuhën të thella në hapësirat shkencore. Pra, pikërisht feja bëri atë ngritjen e lartë dhe të zhvillimit të shkencës që mandej pastaj do të lindte edhe renesanca në Europë. Padyshim se kjo kronologji e mahnitshme e zhvillimit është shumë breslendse dhe njëkohësisht mbetet një sfidë për besimtarët që ta lexojnë më shumë, ta studiojnë më shumë, të marrin model më shumë që pastaj të kthehemi edhe ne në kohën e duhur dhe në rrugtimin e duhur. Por po më bëri përshtypje shumë një pjesë cilën po duhet ndalem tek trajtimi i cilin ja bani. Pra Allahu xhaleshanuhu kur pejgamberi erdhi ishte një shoqëri e cila kishte shumë sfida. Kishte sfidën e besimit në radhë parë, kishte sfidën moralit, kishte sfidën e padrejtësive të mëdha, kishte sfidën e dallimit të mëdha shoqëror e kështu me radhë. Është interesant se ndoshta nga prizmi jonë do të ishte ndonjë urdhër tjetër që do të ishte më i udhës. Shko përmisoj, shko rregulloj, shko ndrequ ose falu ose nga urdhat e ndryshëm në qasjen në përballimin ose në trajtimin e sfidave. Por zgjedhja e urdhrit lexo është një sinjal
që ky si qelës i suksesit mund të përdoret edhe nga ne sot dhe mbetet si qelës i suksesit për çdo kohë dhe çdo gjenerate e cila dëshiron të bëj përmirësim në kohën kur përhapen ndoshta përmbysje të kuptimeve dhe dalin në shesh kriza të reja. Nëse marrëm historikun e shpalljes së Kuranit, është interesant të teksohet tu se pas kthimit të Muhamedit a.s. nga shpella Hira për tek shtëpia, Muhamedi a.s. pësoi një momente shumë të rënda, se u ballafaqua me një botë komplet tjetër, të cilën ishte e panjohtur për pejgamberin a.s. Dhe një kohë që pauzoi Muhamedi a.s. Fillimi i shpalljes së mëndaj. Është interesant të theksohet ashtu siç është nga mendimtarët që është përkrahasi më i madh për asaj se surja më e kompletuar që i ka zbritur pejgamberit alayhis salam menjëherë pas shpellës Hira është surja Kalem. Kjo është Ibn Abbasi, i cili thotë se surja e kompletuar pas një momenti të shkëputjes, pra që ju dha pejgamberit alayhis salam ta merr veten, pas asaj goditje që pësoi, pra është surja El Kalem, ku dihet se Allahu në këtë sure njerë fillon duke u betuar në lapsin, pra në shkronjën, u el kalemi u ma jesturun. Një vlerësim shumë i madh. Dhe më andej prekën një çështje kur komplet flet për krizën të cilën kishin Mekasit asaj kohë, të cilët e akuzuan Muhamedit a.s. se është i çmendur. Dhe Muhamedit a.s. po dhe neve, që sot kemi sulme të shumta nga gjitha anët, si komunitet, si vlera do të thoja, ja bëni me dije se pikrisht Muhammed, vetëm ti e edukuar, i arsimuar do të arrish, pra të rish përballë të gjitha sulmeve, se e akuzuan se i çmendur. Dhe i tha se, dhe për hir të Zotit tënd, ma ente bin me xhenun, ti nuk je i çmendur, wa innaka la ala khuluqin adhim. Pra ti, për të arritur në pjedestalin më të lartë të moralit, ti duhet të jesh i edukuar. Dhe pra, çelësi i çdo gjëje, veçanërisht të besimtarit musliman, është që ai duhet të jetë edukuar, të jetë i arsimuar, të ketë dituri të cilat janë dituri të dobishme për te, të cilat dituri mandej do të reflektojnë dhe do të sjellin mirëqenie atje ku do të lëviz muslimani, ashtu si thot pejgamberi alayhis salam, muslimani duhet të gjasë bletës, ha? Ajo, ha? Nuk e dëmton vendin ku qëndron, është e pastër dhe je pra produktin shumë fisnik dhe të mirë, ha? Do të thotë se nuk mundet të kuptohet muslimani dhe nuk mundet muslimani të i bëj përballë sfidave dhe dalë fitimtar, ka se jeta është e tillë, jeta është komplet me sfida. Njeriu, veçanërisht besimtari, gjason një anije, e cila anije non-stop goditet nga valet e të razuara të detit. Dhe anija është e suksesshme që arrin pra të zbarkojnë në bregun e detit. Pra pikërisht njeriu i edukuar, i arsimuar, i cili jo vetëm se vetë i arsimuar, po i cili mbështet projektet, mbështet arsimin, mbështet njerëzit e arsimin, është në krah të shkencës, ai njeri pra është i suksesshëm dhe pikërisht edhe Zoti edhe për këtë edhe do ta shpërblej. Do të jep mirëqenie në jetë, po edhe kuptohet se edhe në botën tjetër. Është shumë interesant përpjekja e disave, qoftë nga ignoranca, qoftë nga qëllimet të caktuara, kur megjithatë duhen ta bëjnë një ndarje të diturive. Ose duke e vlerësuar vetme diturinë e dobishme, diturinë fetare, duke lënë anash çdo dituri tjetër të jetës dhe të shkencës, ose kundërta, duke mbi vlerësuar diturinë e shkencës dhe ato që njeriu përfiton prej saj, e duke lënë anash diturinë fetare dhe njohurinë fetare. Pra, në terminologjinë e fesë kur flasim, dhe në urdhat e fesë, në nxitjen që feja ka bë dijes, nuk ekziston kjo ndarje. Apo? Jo, asesi, ato paralelisht do të shkojnë, nga se
Njeriu është e obliguar pa besimtarit ta njohë Zotin përmes dijes, dhe nuk o rastësisht komplet fillimi i shpalljes së Kuranit, komplet historiku i Islamit, janë dikundi 13 vjet shpallje në Mekë, të cilat ishin informata, të cilat i vinin për çdo ditë nga ana e Zotit besimtarit, që të ketë njohuri, ta njoh realitetin, ta njoh veten e tij, ta njoh Zotin ai, të njoh rolin që ka në jetë, të merret me rrethin, me ambientin të cilin e rrethon. Të gjitha këto pastaj detyruan pra që njerëzit e urtë, njerëzit e mençur, që ata paralelisht ne kemi dietarët musliman të kohës artë që një jetë ndryshe, ata paralelisht ata i kishin komplet këto shkenca i kishin në një vend, pastaj filluan të ndajnë për me ja lehtësuar pra shoqërisë njerëzore pra dhe arritjeve shkencore që më lehtë pra ata i dajtën shkencat, por për ndryshe nëse marrëm dikundi aq ishte pandashme dituria dhe shkenca dhe përkrahja dhe dashuria për shkencë tek musliman të kohës, saq dikundi në kohën e filozofit të madh musliman Ibn Rushdit, për ndryshim me përjardhje spanjole, pra muslimanët kanë pat pra Spanjën dikundi 7 shekuj, dhe pikërisht Spanja muslimane është ajo që sot Evropa ka këtë zhvillim në teknologji, në shkencë, dhe borxhin që ja ka Evropa është pikërisht muslimanëve të Spanjës, të cilët ja u mundsuan të njohën ata filozofinë, disiplinat shkencore të cilat për Europën asaj kohe ishin të panjohura. Dhe do të dalte kjo, Ibn Rushdi tregon se dikun kuptova se një libër ishte botuar në Bagdad, se në atë kohë kanë qenë di qendra, Kordova në Spanjë dhe Bagdadi në pjesën e shtetit të lindjes së muslimanëve, dhe kërkoja thot një libër i cili kisha nevojë për ta lexuar. Qëndrimet, kuptimet e një shkencëtarit për një çështje, dhe kuptohet se në Spanjën asaj kohe, si sot që kemi në pazaret e tregjet e veturave, gjësendeve, dim ku do t'i marrim, në Spanjën asaj kohe ishin tregjet e librave. Dhe do dola në treg të shoh se a ka arrit libri nga Bagdadi. Dhe kur dur tha tregtari që kishte sjell librin, dhe kërkoi tha një shumë të parave tha, po një plak je hipte çmimin e librit. Dhe arriti deri në atë çmim sa që thot nuk kisha unë mundësi që ta blej, ta përballoj. Dhe ju afrova plakut, thash, a ka që ke nevojë ta lexosh këtë libër? Tha, jo, tha, unë tha nuk di shkrim lexim. Po tha, unë e tha në shtëpinë time, tha, e kam përgatit bibliotekën për nipin tim, besën time, dhe kam një vend, aq sa është ky libër që ta vendoj në raft. Dhe Ibn Rushdi thotë, apo mund të ma japësh librin ta lexoj, pastaj ti kthej atje. Thotë ishte standard. Ashtu si thash që kemi standard, ta dim ku e kemi sallonin, sa dhoma kemi për të fjetë, kuzhina si duhet duket, në atë kohë kur ndërtoi shtëpia paraprakisht, pra inxhinierit apo arkitektit të shtëpisë, i kërkoi që ata të mendonin ku duhet të jetë biblioteka e shtëpisë. Pra në këtë ambient u rritën muslimanët e mëhershëm. Ndërsa kjo fatkeqësi tani është, nëse sot kemi disa probleme, është pikërisht nga se ne jemi larguar nga kultura jonë që kemi, nga thesari i madh që ka feja islame, flas për si shoqëri muslimane, ku ndodh ndoshta në shtëpitë e muslimanëve mos jese edhe asnjë libër. Fatkeqësi sigurisht. Unë po thuaj se jemi nga ka fundi emisionet. Pra t'jesh besimtar i mirë, me dije fetare, nuk të pengon asgjë që të përfitosh dije tjera, të cilat sigurisht se do të shërbejnë dhe shpërbimi do të jetë i madh, por nuk është e kundërta. Ti je vetëm po themi shkencëtar ose njohës i mirë i fushave të tjera e të mungoj dituria fetare, ndoshta do të mbetet njeriu i mangët. Me që jemi në fund të emisionit dhe pothuaj se jemi edhe në fund të Ramazanit, muajt të Kur'anit, muajt përmes cilit Allahu xhallahu ja mësoi njeriu ata që i duhet, ata që nuk i duhet.
A ki ndonjë mesazh për rinin, sidomos për besimtarët, se si duhet të jetë qasja e tyre ndaj dijes dhe a duhet të jetë dituria e jonë ajo me cilën e përmendet të jetë standardi me cilën ne vlerësohemi, të jetë standardi përmes cilit ne mund të tregojmë vlerat dhe rëndësinë që e kemi. Unë do t'ja përcjellja një thënie të urtë e cila thotë se mbretërit i sondojnë njerëzit ndërsa dietarët i sondojnë mbretërit. Nëse do të arrish në jetë, besoni se çelësi vetëm është edukimi. Dhe edukimi duhet të jetë në kohë të duhur. Dhe gjithë këtë edukim që e vëmë, nëse ne nuk synojmë para se gjithash të kënaqim Zotin. Dhe dyta, që ne të jemi shërbim të njerëzve, të vendit tonë, besoni se s'kemi bë asgjë në jetë. Dhe përsëri do të kthehem te ajo se investimi më i madh që duhet të bëjmë është pikërisht ne të edukojmë veten tonë, se Muhamedi alayhis salam ka një hadith të mirënjohur, thotë kush don ta fitojë këtë dunjën le të edukohet. Le të arsimohet. Kush don ta fitojë botën tjetër le të arsimohet, kush don të fitojë edhe këtë botë edhe dy botat le të edukohet. Pra nuk ka të ardhmë tjetër, nuk ka do të thoja alternativë tjetër për muslimanin, veçanërisht për rinin tonë, se besoni se nëse njeriu nuk është i edukuar, do të jetë viktimë e agjenturave të huaja, të shërbimeve të huaja, ne falë asaj se njerëzit tonë ndoshta tituj nuk kanë pat në kaluarën. Po njerëzit kanë dalë nga i djepi i shkollës klasike që e ka njohë Zotin, e ka njohë vlerat kufit, ne kemi arritur sot të jemi të mbisundojmë, të mbijetojmë në tokat tona, fal pra asaj pak diturie që kanë pat, po sot është një garë e madhe dhe tregu i punës, to janë varet komplet nga përgatitja tona. Dhe një iri i cili humbën kohën kot, i cili nuk i qaset në kohë edukimit të tij, besoni se ka dështuar në jetë. A jeta është një herë njeriu jeton në këtë jetë, andaj do të përcjelli në këtë muaj që është muaji i diturisë, është muaji i edukimit, muaji i kthesës, muaji i shansit të madh që e janë dhe edukohuni të jeni të hajrit për familjet tuaja, të jemi të hajrit, ashtu siç ishin prindërit tanë, stërgjyshët tonë për vatanin tonë, të jemi të hajrit për vatanin tonë, por të jemi të hajrit edhe për dinin tonë. Allah shpërblet. Ishte kënaqësi. Padyshim se ne edhe në rrafshin personal të aktiviteteve dhe të angazhimeve që ke, do të kishim ndoshta dëshirë dhe shumë emisione të tjera të zhvillojmë sidomos kontributin tuaj për dijen, por shpresoj që në ndonjë takim tjetër dhe në ndonjë moment tjetër. Allah shpërblet për mundin dhe kontributin që dhe e jep në vazhdimsi. Zoti shpërblet dhe i dhash bereqet. Faleminderit. Shikues të dashur, jo vetëm ne kemi kriza, kishin kriza edhe popujt para nesh. Allahu xhaleshanu dërgoi pejgamber që të mësoj ata se si të dalin nga krizat, se si të rregullojnë përmbysjet e kuptimeve, e si të vendosen ata në rrugën e duhur. E qelësi përmes cilës ata e bënën dhe e realizuan këtë ishte dituria. Në muajin e diturisë, pra në muajin Ramazanit, lutim Zotin e Madh të na kthej mendjet dhe zemrat tona nga dituria. Deri në takimin tjetër, Allahu xhaleshanu i pas mëshirën e tij.